Kandidati për deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Vullnet Sinaj takoi banorët e lumit të Vlorës që jetojnë në qytetin e Vlorës, ndërsa ky ishte takimi i radhës më shumë se një takim elektoral. Ai u kthye në një dëshmi të fortë të lidhjes së vazhdueshme që Sinaj ka ndërtuar me këtë komunitet ndër vite. Për banorët, Sinaj mbetet një figurë e sprovuar në zonën e Labëris, një njeri i terrenit që nuk është shkëputur nga ata që i kanë dhënë besën, ata e cilësuan si një deputet të njerëzve të thjeshtë, gjithmonë të gatshëm për t'i dëgjuar dhe për t'i ndihmuar. Në fjalën e tij, kandidati Sinaj tha se ka synuar gjithnjë të jetë i dobishëm për komunitetin dhe se nuk do ta shoh votën si privilegj, por si një borxh që duhet ta shlyejë me punë. Kam ardhur këtu për të qenë deputeti i njerëzve të thjeshtë, i atyre që kanë nevojë, por unë jam sprovuar dhe provuar për 8 vite me radhë. Kam bërë diçka që kam ndryshuar një formulë të shprehurit të banorëve të zonës. Deputeti vjen për të marrë votat, ikën parlament dhe nuk kujtohet më për popullin. Kjo është mbyllur një herë mirë në atë zonë. Ajo që mua më shqetësonte kur unë erdha deputet për herë të parë në zonën e lumit Vlorës, ishte shpirtërore, e imja shpirtërore, ajo që më shqetësonte më shumë nga të gjitha. Sepse njerëzit votonin për një shpresë. Brenda meje ndjeja atë përgjegjësinë që si t'ja unë gjallë këtyre njerëzve shpresën që ky vend do bëhet, sepse dia që vend më të bukur se sa vendi ynë nuk gjën. Kjo më bëri që nuk u shkputa asnjëherë nga njerëzit. Dua të flas për të ardhmen. Kush më njeh mua nga zona dhe është këtu prezent, do t'i kërkoja jo votën, po do të kërkoja atë që mua më takon, atë që unë bëra për njerëzit edhe për zonën. Nëse doni një deputet që nuk të gënjen kurrë, që ditë të thot po, por thot edhe jo. Poja është po, joja është jo. Atje ku se kam bërë dot një gjë, s'kam pas mundësinë ta bëja një gjë, kam thënë jo. Me shpresën dhe besimin që ju do bëheni pjesa e shtabit tim për të më dhënë mua votën të shkoj në parlament si deputeti më i votuar në qytetin e Vlorës, që nesër këtu të vi me peshën e forcës së deputetit më të votuar të qytetit Vlorës. Duke folur për listat e hapura, Sinaj u shpreh se kjo është një sfidë personale, por edhe një provë ndershme për çdo kandidat që pretendon të përfaqësojë qytetarët. Kandidati për deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Vullnet Sinaj u takua edhe me banorë të fshatit Fitore, ku ka adresuar një nga çështjet më të mëdha të komunitetit, siç është çështja e regjistrimit të pronave.